Po, është e vërtet që kryetari I ri I PDK-s ta nuk kam vija fuqe. Po kur naftoi presidenti me diskutu një seancë të fundit para se me shpërndarë vendin. Edhe na tha kështu. Hajde shkojmë Kuvendin e Republikës, ta votojmë buxhetin për 3 komuna Prishtinë, Gjilan, Zëvendëtor. Ta votojmë buxhetin për televizion e Kosovës. Ti votojmë 3 marrëveshje ndërkombëtare për bankën botërore. Ta votojmë planin e rritjes Bashkimit Evropian. Dhe ka kërku prej meje që me hjep dorë për votimit të buxhetit 2026, që është pika që e ka mas shumë të përqep, se është buxhet 4 miliard, tha të votojmë veç në 12, I pari prej opozitës që doli dhe tha, jo, ke kryetari I ri PDK-s. Ne po thëmë, Alen, kuptoni dhe bëton, ka një ndëson rrime që mos me pas ndryshim. Se ta shtet, mos me ndrua emrin e njeriut edhe fytyrën e personit, po nëse qëndrimit edhe identike nuk po ndryshon situata. Edhe këta nuk kanë qenë në gjendje të bëjnë qeverive. Po krejt çfarë dëshironin bënin, është që të mos e bëjnë një qeveri. Një farë mënyre, në kushtet kur nuk mujshin mu gëzu me suksesit e veta, dëshiroshin gëzoheshin me mos suksesin tonë. Nuk e deshtën Albelenën, nuk më deshtën mu, nuk e deshtën Glaukun, shkojmë zjedhe prapë që nuk.